Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar është një nga vlerat e qytetit të Korçës që tregon qartë përpjekjet dhe arritjet për të mbajtur gjallë koleksionet më të pasura të mesjetës. Ky muze u krijuar në vitin 1980 dhe përmban objekte të artit bizantin dhe post-bizantin me një shumëllojshmëri ikonash dhe veprash të krijuara në gur, dru, cope, metal. Muzeu jep një dëshmi të qartë të pasurisë artistike e kulturore ndër vite të qarkut juglindor. Populli shqiptar ka një histori të dhimbshme mbijetese të një lufte ku sundues të ndryshëm kanë tentuar të nënvlerësojnë trashëgiminë kulturore, por fatmirësisht është shpëtuar në kohë një numër i konsiderueshëm ikonash, të cilat pasqyrohen në ambientet e muzeut. Këto ikona mund të shihen sot në dru dhe relieve të gdhëndura në gur, si dhe të zbulojmë në to artin figurativ të kultivuar ndër shekuj. Te këto ikona dhe objekte tepër të vjetra mund të shohim teknikat e përdorura nga artistët, temat nga jeta e përditshme, kostumet e traditat, e mbi të gjitha, shprehjet individuale të çdo autori. Prej vitit 2016, Muzeu i Artit Mesjetar u kthye në një ndërtesë bashkëkohore me të gjitha parametrat për ekspozimin e veprave të paçmueshme dhe çdo vizitor mund të shohë harmoninë që përcillet nga çdo ambient i tij. Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar shtapur në vitin 1980 dhe si rezultat i disa studiusve akademikëve, të cilët në kohën e diktaturës ku feja ishte ndaluar për çdo dhe dënohej, ata arritën të shëtisnin gati në gjithë Shqipërinë, të blithnin gjithë objekte religjioze, t'i grumbullonin në Muzeun e Artit Mesjetar dhe në një farë mënyre t'i shpëtonin ato nga shkatrimi. Rrezikuan jetën, por ne sot mund të admirojmë këto vepra ikonografike dhe shumë objekte të tjera në muzeun tonë. City News Albania sjell për shikuesit ambientet që mund të gjejmë brenda muzeut, të ideuara deri në detaj, dhe çdo sallë përfaqëson vepra të autorëve të ndryshëm ndër vite. Gjatë vizitës tonë në muze, jemi shoqëruar nga drejtoresha Fioralba Prifti, e cila me shumë kënaqësi na ka treguar rreth çdo objekti që ndodhet atje. Salla e Art është salla e parë që shfaqet para syve tanë sa po futemi brenda muzeut dhe që të befason me qindra ikona të vendosura në muret e saj, me një larmishmëri stilesh e teknikash. Veprat e ekspozuara, ngjitur me njëra tjetrën, e godasin vizitorin si një vepër e vetme, ndërsa ekspozimi i tyre i ngjan një instalacion i modern. Muzeu i Artit Mesjetar përmban mbi 8200 vepra, ku mbi 4000 janë ikona dhe rreth 400 ikona ekspozohen aktualisht në ekspozitën tonë të përhershme. Fillon që nga periudha e artit bizantin, që i përket shekujve të 11 deri në shekullin e fillim të 15-s, dhe më pas kalojmë në periudhën post-bizantine, që fillon nga shekulli 16 dhe deri në fillim të 20-s. Balkoni i bardhë është salla tjetër që shohim gjatë ecjes tonë brenda muzeut, e ashtu siç tregon Fioralba, ikonat e ekspozuara janë të periudhës bizantine. Atëre, sa hym në muze, përballemi me sallën e verdhë, sallën e artë, e cila ka një përzgjedhje të gjithë ikonave, të gjitha periudhave, të cilat me anë të cilës ne demonstrojmë pasurinë e madhe, thesarin e madh që kemi në muze. Më pas ngjitemi në balkonin e bardhë dhe fillojnë në mënyrë kronologjike, ku fillon nga shekulli i 13, i 14, i 15, kemi ikona të mrekullueshme, për fat të keq të pakta në numër, por janë përfaqësuese të muzeut, tepër përfaqësuese. Një tjetër sallë është Labirinthi i Zi, ku si ekspozim ka vepra nga më të rëndësishmet të koleksionit të Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetar, që datojnë në shekujt 16-17. Këtu përmendim emra të rëndësishëm të ikonografisë dhe artit figurativ në Shqipëri, si Onufri i Madh,
e deri te ikonat e Vidhkuqit, të cilat janë pikturuar në frymë antiklasike. Veprat e kësaj salle janë një pasqyrim i tendencave të kësaj periudhe dhe ndryshimeve që ka pësuar piktura post-bizantine në territorin shqiptar. Vazhdojmë me labirintin e zi, ku fillon periudha post-bizantine, ku kemi emrat e njohur të ikonografëve, nga Onufër Qiprioti, mësues Konstantini. Vazhdojmë në shekullin e 17-18, ku Konstantini Romonaku në mrekullon me ikonografinë e tij, kemi Konstantin Shpatarakun dhe vëllezërit Zografi e shumë të tjerë. Mëtej, drejtoresha Prifti na tregonte për sallën e kuqe, e cila mbetet një nga më të veçantat për shkak të stilit të realizimit. Salla e kuqe është dhe ikonostasit e Salla e kuqe, i cili është me origjinë nga fshati i Rehovës në Kolonjë, i përket shekullit të 19, shumë interesant, i punuar me dorë, tepër artizanal, dhe qëndron shumë bukur në ambientin e sallës së kuqe. Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar është një vlerë e çmuar për qytetin e Korçës, që çdo ditë më shumë afron turistët, të cilët nuk mund ta lënë pa e vizituar këtë mrekulli. Vizitorët kanë qenë të shumtë, kryesisht kanë qenë të ndarë midis shqiptarëve dhe të huajve, vendasve. Ndarja e tyre ka qenë e barabartë. Vazhdojnë të dominojnë vizitorët nga Franca, por kemi pasur një numër të shtuar të vizitorëve nga Spanja, nga Gjermania, nga Hollanda, Europa kryesisht. Korça mbetet një nga qytetet me histori e traditë, por dhe me figurat e shquara, të cilët kanë lënë art të paçmueshëm.